Kur'an zemra gjenderman. Me Kur'an çdo sfide kalon. Me Kur'an zemra gjenderman. Me Kur'an çdo sfide kalon. Me Kur'an zbuten zemrat që janë gur. Me Kur'an se takon ti mërzin kur. Me Kur'an zbuten zemrat që janë gur. Me Kur'an se takon ti mërzin kur. Me Kur'an fillo ditën dhe mbaro. O insan kusht krijoi mos haro. Me Kur'an kujto Zotin o njeri, se tek ai të gjithë duhet me u kthy. Me Kur'an zemra gjenderman. Me Kur'an çdo sfide kalon. بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم Falënderimi dhe lavdrimi takon vetëm Allahut Dhul Xhelal, I cili na dalloi dhe na solisi me mendje dhe bukuri, ndërsa paqja dhe shpëtimi qofshin mbi Muhamedin alayhis salam dhe familjen e tij. Të nderuar prindër dhe ju të pranishëm, ju përshëndetim me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhe gjithashtu ju dëshiroj mirëseardhjen në ditën më të bukur dhe të lumtur të jetës tonë. Jemi gjenerata e 5 me radhë që ndoqën mësimet të hoxha jon I nderuar Rasim Efendi Ademi. Gjenerata jon numëron 23 nxënës. Mirë se vini në këtë program të përfundimit të atmës tonë, ku ne së bashku festojmë përfundimin e leximit të Kuranit të Madhërisëm. E falenderojmë Allahun dhe të lutemi që Ai të na udhëzojë në çdo hap të jetës tonë dhe të na jepë forcën për të vazhduar të praktikojmë mësimet e Kuranit në jetën tonë. O Allah, na udhëzo në rrugën e drejtë dhe na bëj Kuranin të dashur për zemrat tona dhe udhërfyes në jetën tonë. Amin. Kanita Ibrahimi, cila është dëshmia e muslimanit, cili janë e tiparet që e veçojnë muslimanin. Shahadeti, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Unë besoj me zemër dhe deklaroj me gjuhë se nuk ka zot tjetër posa Allahu dhe se Muhamedi alayhis salam është rob njeri I Zotit dhe dëguar I Tij. Ky deklarim fetar të në një jetë me emrin shahadet dhe është cilësi I hyrjes në fenë islame. Muslimanët këtë dëshmi e shprehim në momente të ndryshme brenda ditës dhe natës. Muslimani nuk I përkullum dhe nuk I ndëshkohëm askuj përveç Allahut të lartësuar. I mbështetëm vetëm Allahut të lartësuar. I shtohet besimi kur lexon ajetet Kur'an, fal rregullisht namazin, zbaton të gjitha furdhat të fesë, largon nga të gjitha haram ndalesat të angazhimit për të fituar kënaqësinë e Allahut të lartësuar. Këshillon të tjerë për punën e mirë dhe largon nga puna e keqe. Penisa Dauti, çka do të thotë iman, cilët janë kushtet e imanit? Imani të thotë bigje me mendje, besim me zemër, shprehje me gojë vepra që beson. Kushtet e imanit janë e gjashta, mendu bilan, beson Allahun, o melekët e tij, o kutubi, librat e tij, o rasulin e dërguarit e tij, o el-yawmi hayni të funin e ahiret, ve bil kaidi hayri min shat taala, dhe në caktimin e tij që ndon dhe më vullneti për packimin e Allahut lartësuar. Mirsa Dauti, cilët janë cilësitë e Allahut? Cilësitë e Allahut janë 14. Allahun e njohim dhe besojmë sipas cilësive të tij të përmendura në Kur'an. Cilësitë atributa e Allahut janë 14 dhe ndahen në dy grupe. Sifati dhatie, sifati dhubutie. Sifati dhatie, vujud, Allah ekziston, kitem, Allah është I bërë pa fillim. Bek Allah është I bërë pa mbarim, vadani, Allah është një. Mual al-fethu lil avadith, Allah nuk e njeh askujt. Kiamu bin nefsi, Allah ekziston vetvetion. Sifati dhubutie. Ajat, Allah është I gjallë, ilm, Allah di gjithë shka, sem, Allah di gjënë gjithë shka, irad, Allah me vëllënetën e vetë bënë gjithë shka, kudra, Allah ka fuqit e pa fund, kelam, Allah fletë me të folë të ty I njërë, tekvim, Allah kryem I mëmë dhe zduk çdo gjë. Melek Dauti, çka janë melekët, nga se janë të krijuar melekët, cilët janë melekët kryesorë? Kushti I dytë I imanit është besimi në melekët. Melekët janë krijesa të padukshme të krijuara nga drita, asnjë nuk ka bën për me kënaqësi gjithnjë krijon, detyrat që cakton Allahu I lartësuar. Melekët krijesor janë 4: Gjibraili, Mikaili, Israfili dhe Azraili. Gjibraili, I cili me lejen e Allahut të lartësuar si në shpalljen e dërguarve. Mikaili, I cili me lejen e Allahut të lartësuar kujdeset për furnizimin dhe funksionimin e detyrave natyrore. Israfili, I cili me lejen e Allahut të lartësuar bën njoftimin për fundin e botës dhe fillimin e ringjalljes. Azrailu, meleku I vdekjes, I cili me lejen e Allahut të lartësuar jo me shpirtet njerëzve. Ekziston edhe melek të tjerë me obligime të ndryshme, si kiramen katibin, shkruesit fesnik që regjistrojnë gjë vepër të njeriut, munkir dhe nekir që marrin njeriu në piqe pas varrimit.
Atullakia, cilët janë librat kryesorë dhe kujt ju shpallën? Besimi në librat e Allahut. Kushti i tretë i imanit është besimi në librat e shpallur nga Allahu i lartësuar. Librat e Allahut janë shpallur një orë që përmes melekut Xhibrili, Allahu i lartësuar u shpalli të pejgamberëve të cilët pastaj u përcollën njerëzve. 4 librat e mëve janë Tevrati, Zaburi, Injili dhe Kurani. Tevrati u shpall Musaut a.s., Zaburi u shpall Davudit a.s., Injili u shpall Isaut a.s. dhe Kurani u shpall Muhamedit a.s. Adelina Skenderovska, cili është pejgamberi i parë, sa pejgamber përmenden në Kur'an, cilët pejgamber quhen ulul azmi? Besimin e pejgamberin Allahun. Në besojmë të gjithë pejgamberët duke filluar nga i pari Adem a.s. e pejgamberi i fundit Muhammed a.s. Pejgamberët që përmenden në Kur'an janë 25. Ata janë Adem, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Ismail, Isak, Lut, Jakub, Yusuf, Shuaib, Musa, Harun, Davud, Suleiman, Eyüp, Yunus, Ilyas, Elisa, Dhulkifli, Zekaria, Yahya, Isa dhe Muhammed a.s. 3 të tjerët janë Uzair, Luqman dhe Dhulkarnain. 5 pejgamberë janë më të dalluara dhe njihen me emrin ulul azmi. Ata janë Nuhi, Ibrahimi, Musa, Isa dhe Muhammed a.s. Mirsad Meshanovic, çka është ahireti, çka është xheneti dhe xhenemi? Besimi në ditën e fundit është kushti i 5 imanit. Bota në të cilën jetojmë është e krijuar dhe ka fundi i kësaj. Përveç kësaj bote kalimtarët ekziston edhe një botë tjetër. Bota e përhershme apo ahiret. Xheneti është realitet në ahiret ku besimtarët të shpërblehen përgjithmonë me mirësitë e Zotit dhe sipas meritave. Xhenemi është e gjithë çdo realitetet e ahiretit ku mëkatarët do të nënshkrohen për shkak të mosbesimit dhe veprave të keqe që kanë bërë. Aila Meshanovic, çka është Islami, cilët janë kushtet e Islamit? Islami, fjala Islam do të thotë paqe në shtrim dhe dorëzim. Islami nën kupton bindje vullnetare ndaj Allahut me mendim, me ndjenjë dhe me vepër. Të gjithë ato që besojnë në fenë islame quhen muslimanë, ndërsa ato që me përpikër kryejnë detyrat e tyre fetare quhen mu'mini, besimtarët. Kushtet e Islamit janë 5: shahadeti, namazi, agjerimi, zakati, haxhi. Ermir Aliu, cilët janë burimet e fesë islame? Burimet e fesë islame janë Kurani, Suneti, Ixhmai dhe Kiasi. Kurani është libri i fundit shpall për Allahun të lartësuar. Ky libër i nën përmend Muhamedit a.s. u shpall tre botet pa shpendim vendi, popullia, Koraqini apo moshe e tjerë. Suneti është burimi i dytë i madhërënieve islame. Fjala sunet përbën transmetimin e fjalëmiratimeve të Muhamedit a.s. Pas sunet feja islame do të ishte pakisht për praktike. Ixhmai është mendim apo pajtueshmëri e auditorëve musliman për një temë të caktuar bemesh nuk shpjeguar. Kiasi është metodë e kasuçish bën për të nxjerrë konozin që nuk përmendet në rregulla drejtpërdrejt të Kuranit, Sunetit dhe Ixhmas. Medina Jakupi, cilët janë normat juridike fetare dhe si ndahen ata? Normat juridike fetare janë farz, vajib, sunet, mustahab, mubah, mekruh, haram, mufsid. Farz janë veprimet të cilat Allahu i lartësuar i ka urdhëruar për azi të kryen. Për shembull, falja 5 kohëve të namazit, agjerimi i Ramazanit dhe një zakatit, kryerja e haxhit e tjerë. Farzit në 2 lloje, farz ain dhe farz kifaje. Vajib janë të gjitha ato udhërimet që janë të detyrueshme për argumente fetare ku mbështetet nuk është i prerë sikur te farzi. Ai që zbaton me kujdes fillosh përblehet, ndërsa ai që nuk zbagaton llogaritet mëkatar. Sunet janë praktika fetare që Muhamedi a.s. ka kryer dhe na ka porositur të veprojmë, për të cilat fitojnë shpërblime. Mekruh janë veprimet të cilat janë të ndaluar me argumente të prerë dhe janë të papëlqyeshme sipas fesë islame. Mekruh ndahet në 2 lloje, mekruh tahrimen dhe mekruh tazimen. Haram janë veprimet të cilat ndalohen me argumente të prerë, rreptësisht në fenë tonë. Për shembull, vrasja, vjedhja, përdorimi i pive alkolike, immoraliteti, bigjozja, ngrënia e mishit të derit, mos respektimi i prindërve, përgojimet dhe shëthemet e tjerë. Selta Dauti, çka është pastërtia, si ndahet pastërtia? Feja islame është fe e pasur, mandej pastërtia është bazë dhe kushti i adhurimeve. Pastërtia ndahet në 2 lloje, pastërtia e jashtme dhe pastërtia e brendshme. Pastërtia e jashtme është pastërtia e trupit, pastërtia e duarve, pastërtia e gojës, pastërtia e këmbëve, pastërtia e thonjeve, pastërtia e tualetit dhe pastërtia e gjithë ambientit ku jetojmë. Pastërtia e brendshme ndahet në 2 pjesë, pastërtia e zemrës dhe pastërtia e shpirtit. Behare Ademi, çka është abdesi, cilët janë kushtet e abdesit, çka e prishin abdesin? Abdesi është pastrimi i veçantë me ujë të pastër. Marrja e abdesit është parakusht për kryerjen e shumë adhurimeve si falja e namazit, leximi i Kuranit e vafe tjera. Kushtet e abdesit janë 4 dhe ato janë larja e fytyrës, larja e krahëve deri mbi ylla, fërkimi i kokës me stil dhe larja e këmbëve deri mbi nyje. Abdesin e prish njërin nga veprimet e mëposhtme, kryerja e nevojës fiziologjike, nxjerrja e kazrave, dalja e gjakut apo çelbin nga ndonjë pjesë e trupit, të qeshurit me zënë në namaz, të fjeturit, të rënë, të fikëtusia alivanosja, të vjellit me gojën plot.
Sara Azizi, çka është e guslit, cilët janë kushtet e guslit, çka në ndalot nëse jemi të papastër gjunup. Gusli është e pastrim fetari, cili është e përcaktuar në rastet e veçanta të mëshkuj dhe të femra të moshës madhore. Kushtet farzit e guslit janë 3: larja e gargara, larja hundës si shtak dhe larja të trupit. Nëse jemi të papastër gjunup, nuk mund të falimi në namaz, nuk mund të hijmë në xhami, nuk mund të prekim Kuranin dhe nuk mund të bëjmë tavaf rreth Ka'bës. Besera e Redini, çka është tejmumi, kur merret tejmumi, cilët janë kushtet e tejmumit. Tejmumi është pastrim simbolik me dhe me tokë të pastër në raste kur mungon ujë ose nuk mund të përdorim atë. Tejmumi merret kryesisht në këto raste, kur gjatë kohës të namazit nuk mund të gjejmë ujë, kur kemi mungesë ujë vetëm për pije ose përgatitjen e ushqimit, kur nuk mundemi ose nuk mund të përdorim, shkaq që shëndeti rreziku e tij. Kushtet e tejmumit janë 3: bërja niyeti, prekja me duar dhe unë pas dhe fërkimi fytyrës, prekja me duar dhe unë pas dhe fërkimi krave dhe mbi brigla. Yusra Ademi, çka është namazi, cilët janë kushtet e namazit. Namazi është shtylla kryesore dhe bazamenti i fesë islame. Besimtari duhet të dije se gjatë të falës së namazit është afër dhe në takim të drejtë për drejtë të Allahut i lartësuar. Kushtet e namazit janë 13: 6 para se jemi në namaz dhe 6 pasi që jemi në namaz. 6 kushte para se të fillojmë namazin janë: marrja e abdesit, të jeti pastër trupi, rroba dhe viti ku të falemi, volimi i trupit, drejtimi nga kibla, falja namazin e kohën e caktuar për niyetit. 6 kushte është edhe brenda namazit janë: tekbir, fillestar, qëndrim në këmbë, këndimi Kuranin, përkullja në rukuranja në senjë, qëndrim ulur në fund të namazit. Amina Shabani, cilët janë llojet e namazve, si të përgatitemi për namaz. Kemi 3 lloje të namaz: namaz farz, vajib dhe sunet. Namazet farz janë 5 kohët e namazit ditore, namazi i xumës dhe namazi i xhenazës. Namazet vajib janë namazet e 2 bajrame, namazi i vitit 4 rekat dhe falë pas namazit të yatsis. Namaz sunet janë të gjitha namazet që nuk janë as farz dhe vajib. Para se të fillojmë të falemi duhet të marrim abdest, të veshim rroba të pastra, të gjejmë një vend të pastër, të pozicionojmë në ndonjë vend ku nuk ka zhurmë, me qëllim që të jemi më të këndar, të lutim Allahun që të kënaqë me namazin që të falim namazin ngadalë dhe me qetësi. Adis Baftjari, sa kohët e namazve kemi dhe sa rekat i kanë namazit të ravis, bajramit dhe si falet namazit xhenazës. Besimtari gjatë ditës obligohet që t'i falë 5 kohët e namazeve. Ato janë sabahu, dreka, ikindia, akshami dhe yatsia. Sabahu ka 4 rekat, 2 sunet dhe 2 farz. Dreka ka 10 rekat, 4 sunet, 4 farz, 2 sunet e fundit. Ikindia ka 8 rekat, 4 sunet dhe 4 farz. Akshami ka 5 rekat, 3 farz dhe 2 sunet. Yatsia ka 13 rekat, 4 sunet dhe 4 farz, 2 sunet e fundit, 3 selat e fitër. Namazi taravis ka 20 rekat dhe falet në muajin e Ramazanit. Namazi bajramit ka 2 rekat dhe 6 tekbire. Namazi xhenazës ka 4 tekbire dhe nuk ka rekat. Gjian Shabani, çka është namazi i xumës dhe si falet? Namazi i xumës është fal shumë rëndësishëm i avorit që ka rregullat e veçanta dhe falën në ditën e mbrëmjet pas namazit të drekës në mënyrë kolektive. Por ata që falën namazin e xumës është sunet, të lati presë thonë të veshin me rroba të bukura dhe të pasura, të parfumuar me parfum jo marrën të rënda, dhe të rrugët deri në xhami i kujdesshëm me sjelljen, të dërgoj salavat e Muhamedit sallallahu të lexoj surën kefna nga Kurani, pas kthimit në xhami pestar të familjes sua por sholl por se dëgjojnë nga ligjërat e xumës. Për ato namazi i xumës ka 16 rekate dhe falet. 4 sunet e xumës, sikur se sunet e drekës, Hatibi Manu Beni, i cili është kush i besmerisë së namazit të xumës, pastaj falen 2 farz të xumës, sikur se me imamin, pastaj falen 4 sunet e xumës, pastaj falen 4 farz e drekës dhe pastaj falen 2 sunet e fundit të drekës. Dilara Gjemaili, çka është agjerimi në cilin vit është bërë farz agjerimi? Agjerimi qytet e kryesore islame është agjerimi i muajit Ramazan. Ky muaj është i dalluar nga muajt e tjerë. Në këtë muaj fillon shpallja e Kuranit famëlartë. Gjendën atë e katë me fleshës e 1 muaj. Agjerimi Ramazanit është bërë pas në vitin e dytë. Ramazani i ka ndonjëherë 29 ditë, ndonjëherë i ka 30 ditë. Agjerimi Ramazanit të obligohet të rritet të shëndetshme fizikisht dhe mentalisht. Me agjerimin nuk obligohet udhëtarit të përgosit të smurit, femër shtazan, femër paslindës, femër gjatë cikleve mujore. Njëriet të Daili, çka është haxhi dhe në cilin vit është bërë farz haxhi? Haxhi, shtjella 5 kryesore islame është kryerja e haxhit, i cili është bërë farz në vitin e 9 të hijretit. Me haxh obligohet besimtari që ka mundësi shëndetësore dhe materiale. Kushtet farzet e haxhit janë 3: veshja e ihramit, qëndrimi në Arafat, tavafi i Zaret ose tavafi i Fada. Disa nga veprimet e haxhive janë: vizitojnë në Ka'bën e bekuar dhe kryejnë ritual të përcaktuar fetare, qëndrojnë në Arafat
Arafat në Muzdalif në Mina të Xhamia Muhammedit alayhis salam I drejtohen Allahut të lehtësuar për faljen e mëkatësh dhe bën në lutje për vetë familjarë dhe të gjithë besimtarët. Njihen me besimtarët e nacionaliteteve, raceve dhe kulturave të ndryshme. Sumeja Memedovska, çka është kurbani tre goditët dhe netët e dalluara? Kurban e žrtvovanje na život na od imena uzvišenog Allah. Kolenето на курбанот е ибадет кој датира во времето на Ибраим алейхиселам и Исмаил алейхиселам. Курбанот се коли по бајрам, но може да се коли на вториот или третиот ден од курбанот. Курбанското месо главно се дели на 3 дела: за себе, за семејството и за сиромашните. За да се коли курбанот, животните мора да имаат овцата и овинот една година, кравата и бикот 2 години и камелата 5 години. Мубарик денови и ноки, денот на джума намазот се клане еднаш неделно и не се клане сам. Байрам, Фитр и Курбан байрам, мевлид другиното на Мухамед алейхиселам, месеците Реджеп, Шабан и Рамазан, нок на Регаиб, нокта на од првата джума на месецот Регаиб, нок на Берат 15-та нок од месецот Шабан, нок на Кадр, нокта во која се објавил Куранот и Хиџр, денот кога Мухамед алейхиселам миграл во Мека во Медина. Abdullah Kia tërgoj jetën dhe veprimat të rinj e Muhamedit alayhis salam. Muhamedi alayhis salam ishte pejgamberi I fundit I cili lindi në Mekë në vitin 571 në 12 Rabiul Awwal. Prindërit e Muhamedit alayhis salam ishin nëna Aminja ndërsa babai Abdullah. Muhamedi alayhis salam kur I patë 25 vjeç, u martu me Hatixhen radiallahu anhu e cila ishte në moshën 40 vjeçare. Muhamedi alayhis salam pa 7 fëmijë, 3 djem dhe 4 vajza. Djemt janë Kasami, Abdullah dhe Ibrahim, ndërsa vajzat janë Zainepia, Rukia, Kulthumi dhe Fatimia. Muhamedi alayhis salam merr shpallja në moshën 40 vjeçare. Muhamedi alayhis salam ndroi jetë në vitin 632 në 12 Rabiul Awwal në moshën 63 vjeçare. Hanife Skenderovska, çka është Kurani? Kur'an to je posljednja knjiga objavljena od uzvišenog Allah. Kur'an mu objavljen na Muhammed alejselam I ima 114 sura I 30 džuza. Objavljeto na Kur'anot počelo во Meka во pešterata Hira. Objavljeto na Kur'anot trajalo 23 godine, 13 во Meka te 7 во Medina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammedin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammedin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammedin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yusra Ademi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Hanifa Skenderovska. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو
الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Direto da ili. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Besira e redini. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوهى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Gjihan Shabani. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Mirsa Dauti. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Dilara Gjemaili. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Adis Baftiari. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Mirsad Meshanovic. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونهر إن شانك هو الأبتر. Behar Adem. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي الدين. Medina Jakupi. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
Delina Skenderi. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنهم مالهم وما كسب سيصلى النار ذات لهب ومرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Kanita Ibrahim. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Sara Azizi. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بربنا فلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Melek Daud. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Selda Daud. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Abdullah Kia. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم المبعوث رحمة للعالمين. اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا فكر الحق إلى طريق المستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة من رسلته رحمة للعالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن هذه الأولاد يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا من الذنب إلا غفرت ولا من الهم إلا فرجت ولا من الدين إلا قضيت ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها عنا يا رب العالمين. اللهم اهدينا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافينا فيمن عافيت غفرانك ربنا وتعاليت. اللهم اجعل لنا في الدنيا قرينا في القبر مونسا والقيامة الشفيع وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات دليلا وإماما يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه الأولاد أولادا صالحين وارزقهم تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم اهدهم إلى الإيمان والإسلام وزينهم الإيمان والإسلام في قلوبهم وكره لهم الكفر والفسوق والعصيان يا رب العالمين. اللهم اعذهم من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم اهدهم بالقرآن واحفظهم بالقرآن واجعلهم الطريق لهم نور وهدى بالقرآن يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظ القرآن الكريم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعونه أحسنه. اللهم ارحمنا كما رحمت الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامة على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
Hamdi, falëndërimi, lavdërimi takon vetëm Allahu Dhul Gjelal, atë falëndërojmë, prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Selavatët, selamet, përshëndetjet qofshin për Muhammed Mustafan alayhi salam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë besimtarët që e ndjekin dhe do ta ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Fillimisht ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falënderojmë Allahun Dhul Gjelal që na mundsoi që të arrijmë dhe këtë ditë të veçantë. Sot di fest e ditës së Gjuma dhe festa e dytë për xhamin Karshiaka, ditë e veçantë, pasi që sot arritëm që edhe gjeneratën e 5 të nxjerrim këtu para jush dhe të certifikohen ose të marrin certifikatat me radhë 23 nxënës të mektebit të xhamisë Karshiaka. Nderuar vëllezër, për të na nderuar nga muftinia e Shkupit, pasi që për shkaqes shëndetësore muftiu nuk ka pas mundësi që të marrë pjesë këtu në këtë gëzim, në këtë ditë të veçantë. Përfaqësues nga muftinia e Shkupit është Hoxha Fejsal, referent dhe përgjegjës për vakëfët pranë muftinisë së Shkupit, njëkohësisht dhe referenti për rajonin e Karshiakës, i cili është Hafës Irfan Efendion. Prandaj posa na u bashkangjit dhe kryetari i komunës Hafës Ejupin, mirë se erdhe Hafës. Nderuar pranishëm, unë vetëm që dua të i falenderoj prindërit, babalarët e gjithë këtyre talebeve të cilët na besuan më të shtrenjtën e tyre. Me shtrenjtë e tyre cila është evladi, na kanë besuar neve që ne të mësojmë Kur'anin dhe njohurit islame. Për këtë jam shumë falenderues dhe mirënjohës nga ju prindër. Njëkohësisht dua të falenderoj të gjithë ata donatorë që në format të ndryshme përkrahin aktivitetet tona në këtë xhamin, në xhamin Karshiaka. Padyshim një falendrim edhe për mualimen e xhamisë, bashortën time e cila së bashku kemi dhënë dhe vazhdojmë që të mësojmë nxënësit, ku e dini që në xhamin ton mësojnë edhe gjinia femrore dhe motrat dhe nanat tona. Prandaj, lut Allahun Dhul Gjelal që këtyre talebeve, nxënësve dhe nxënësit, Allahu Dhul Gjelal t'ju jap shëndet. Unë në mekteb këtu para disa minutave ju thash, prej meje keni halal hakun mundin që kam dhanë, por vetëm nuk ua bëj halal nëse mendoni që keni përfundu hatmen e Kur'anit dhe me elon Kur'anin në raft, këtë nuk ua bëj halal. Pra të jeni të lidhur me Kur'anin gjithë jetën, sepse fjale Allahu Dhul Gjelal aq lehtë mësohet, por aq edhe shumë shpejt harrohet. Pa zgjatur më tepër, në interes të kohës, ftojmë Hoxhën Fejsal, përfaqësues nga muftinia e Shkupit, që të bëj shpërndarjen e certifikatave për nxënësit e xhamisë Karshiaka. Dhe më pas Hoxha Fejsal do të ketë një fjalë të rastit, ndërsa Hafës Irfan Efendiu, referent për rajonin e Karshiakës, do të na e mban hutben inshallah. Urna Hoxhin dhe Fjalimisht asha. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nderuar Hoxh i xhamisë Karshiaka, kolegë jon, miku jon, shoku jon, të nderuar Muteveli me odbër të xhamisë, i nderuar kryetari i komunës së Dëniçanit, të nderuar xhamat, të nderuar dhe shumë të respektuar fëmijë të cilët çka ju keni përgjigjen thirrjes së Allahut Dhul Gjelal që të mësoni Kur'anin e Kerimin. Ishta tu kujtue shkat foli. Se sot kam ardhën në emën të muftisë Shkupit, doktor Qiran Efendi Ismaili. Bashkë ishmi për me ardhën këtu sot në këtë mezhlis për të respektu këtë xhamat dhe këta fëmijë të cilët shka më kanë mbarue mësimin, leximin e Kur'anit Kerimit. Për arsye shëndetësore, sot muftia nuk pat mundësi me dalën,
Sa ashtu ishte tepër i lodhët, me këtë çardhje, tha momentin e fundit tha shkoni, tha se nuk ka shans për medalën e sot deri te ju. Po vetëm se i përcjelli selamet e muftijës, që ju përshëndet gjithëve me përshëndetjen islame, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ajetin shka deshta ta përmeni, shka thash në fillim se tu kujtu e shka me folë sot. Allah i dhul gjelal thot, letus elun në jau me idhin anin naim. Dhe t'ju bonje sual Allah i dhul gjelal për ato të mirat shka ju ka dhonë. Të na kur bon të fjal, na ka dhonë zotit mira, kush e mirë për neve? Me pas pare, me pas kerë, me pas atë, me pas fëmijë, me pas shka mos, apo? Për neve e mirë na duket, kemi zotni, kemi kerët mira, kemi shtëpijat mira, kemi, apo? Zoti dhul gjelal shka thot? Kur e përmen këtë ajet kuranor, një pi më të mirave shka është? Është evladia. Është fëmija jotë. Më e mirë. Njëri kur të vijen pyetje thot, e hap shtëpinë, e hap mallin, e hap kerrin, e hap tokën, e hap kritsen e tjerë. Ama thot, fëmijën tem nuk ta jap. A është e vërtetë kjo shka po thon? Edhe unë jam sikur ju. Ani na pse na xhallar, dhe neve na dhimbën e vllatë tonë. Mira ma. Sot në kohën e fundit neve na dhimbën e vllatë tonë, a ka iPhone 15, a 16, a 17, a iPad, a kompjuter, a kamet pa kerë gjali, apo kametën pa u bon paket i si mangup. Qëto neve sot na mungoj neve. Për neve qëto janë sejnët e mira për e vllatë tonë. Vallaj, billaj, tallaj. Hak i babës ndaj e vladit, një prej hakove ashtë, aja ki mësu e vladit tanë leximin e Kuranit. Aja ki eduku e vladin tanë me edukat islame. Aje mundu e ti për e vladin tanë të bëjsh një sen, shka në ditën e kiametit, dhe dalish para Allah i dhulli gjërat të shë o Zot, i kam dal hak e vladit temë. Një djetar islam interesant të thot një fjallë shumë të ambël ashtë në thotë. Allah i ka me të bënë sual, thot, për e vladin tanë, edhe kur ka lindën, emrin që shakilan. Apo? Emrin që shakilan. A jakilon emrin me kuptim të mirë, apo jakilon një emën shka ki pon televizor ose në Facebook. Në qoftë se lëm një emën me kuptim të plot, atëherë të keshe me di se ki dal hak e vladit tanë. Po në qoftë se jakilon një emën pa kuptim, emën Facebook, emën Snapchat, emën kujti shka gjëna për televizora, kur të vijnë ditën e ahiretit, gjalli jote si qika jote janë për me hinë xhenet. Edhe ti si bab kije nevoj për një ndim shumë të vogël. Pak. Kam nevoj shembull, gjalli jem, bëjë rahmet ndaj me, thë jo Zot, nuk hinë xhenet pa babën temune. Ka për dëshirat i gjallit tanë është. Mira ma gjalli edhe qika jote shka kanë me thonë, o Zot, nuk e duket babën temë, nuk e duket në nënteme. Pse më kanë lanë dunjot pa emën. Do imna pasha Zotin, me bëme vetë dhe këtë hoxhën e jufë, me na vetë neve hoxhallarve. Abe, nuk e di. Hoxhë thot, a është emën Kuran? I ka bon 3-4 kjerë ma bashk, a është ke emën Kuran? Unë në herë një rast, njën e kish paslon fëmijës vetë, e pa pas një shoqë, kojdi une, emnin Zani. I thë moti haram më jelën këtë emën. Jo, du t'ja lën. O vallaj, thëm harama, se nuk e di shka në fjallë ati. Në Kuran Allah e ka bë haram edhe zinan, e ka bë edhe derrin haram, edhe alkoholin e ka bë haram, edhe kamatën e ka bë haram. Ti shemull nuk e kuptosh, shka dhe me thonë fjalla shka e lexon ti në Kuran. E qelë Kuranin shka të dare që këtë e nën gishtin që atë dhe e gjeta një emën unë. Jo vlazën. Vallahi Allah i dhe lëgjëral tëtë, kini më bënë suale dhe për të mirat e juve. Unë e shofë, elhamdulillah, hoxhën e di, jo vetë si vjetë, për çdo vjetë hoxha e ban ka një aktivitet me fëmijët i mëson. Mi marë krejt që këtë gjematë. Që të një 23 në zonë, apo? 23 babalari kemi. Pi 500 ose 400 sa jeni këto. Ku janë qertë? Një ditë hoxha mos me dalë mira. Ku shkoj hoxha? Ja kam pa gjujt hakin, apo? Ku shkoj hoxha? O, hoxha ka shku të një vlavi jotë, të një kushërin jotë, të një gjemat tjetër ka shku e ka një punë, shumë të rëndësishme, e ka pas pa tjetër me shkuatje. Ja, që të në e këshirim hakin e hoxhës ku e apë, po? Ama hakin e hoxhës, pëse unë si ja qoj fëmijën tem, nuk e bëjmë sual këta.
Edhe shka thot, ja valla kjo xhajon s'po qet në zonë sa hiç, ja, 23 gjithë kjo batica, ha, gjithë kjo lagje, gjithë kjo mahall. A ka thonë hoxha të njëherë se që ki fëmijë, që ti gjalli filani dhe që ka filani në të vinë mësojnë, e filanit mës të vinje. Nuk gëdzon kur me thonë hoxha. As nuk e thot. As ka për ta thonë, jo veç ki, pas një hoxha se thot. E në ballartë ku jemi? Vëlloni gjellit temja kom bleni telefon iPhone 17 që. Shka kom rejna gjeliot, e ki këshirë. Shka këshira gjeliot. Falla jo, nuk e këshiri se di, veç du të hek qafës se kur të vinë të shpia, edhe unë kam hinë Facebook, gruja ka hinë Facebook, motra ka hinë Facebook, nona në Facebook, baba në Facebook, edhe atja kemi bletë të hekim qafës se s'pëdërot, ha? Vëllazën, vëllahi një amanet që kemi pizotit. Hoxha, kër i kam su 23, bashkë me bashkëshortën e vetë, vëllahi edhe 23 qeri mëson, edhe 50 qeri mëson. Pse hoxha është i lidhë për xhamien. Në është edhe për xhamatin e i lidhë. Mira ma, misioni numër 1 i hoxhës, nuk ka haqë babën tem mas 80 vetët ashtë që se ndinë, sa i së ndronaj. Asone që të pëdini, asone shtë ndini. Qëto, me laqe, qëto du të mi këshirëna. Sa fmi kemi sot në shemë shka 100.000 paterë, 100.000 belaj i vojnë. Ata në babën e vetë, Allah i ka me bon sual në ditën ahiretit. Zhallah i shpërbleft edhe juve, inshallah, për këtë kontribut të cilin shka e bëjni, se nuk e kini sefte, për gjdo vjetë, nështë ta nuk banë me thonë, ka 23 pak janë, se në këtë ko bol janë me njën, mira ma inshallah vitin ardhë shumë kërë të vim, që ashtë të me të një dzerë, raban, 230 i voje. A i një të gatë që me i qu 230 mja bëhoqës. Vëgjë, thuj, jo bese, s'kina vak në mësu dinin e Zotit. Pranojnë e be? Du të me konë korekt, se Allah i ka më nabu sual. Para me ndo ti me arë, shtash me laqe me tonë, pëse se ki që gjallin? Qëfar arësie i gjonti? Ska arësie. A ka më në qunë në gjenet apo në gjenem? A gjithë të ashojmë të Zotit se si kina pas punë të tona. Hoxha Allah i shpërblet në ti, bashkë me këshillën i gjamis për këtë mund të cilën e jipni, edhe ilhamdulillah këtë gjematë të më rekullushëm, shka e kini shka mundohen, gjithë bon kapak të qënë e vlatë e vetë, mësoj fjallën e Zotit, Allah i dhulli gjelal i shalën aban, pjestar të dinit islam dhe pjestar të Kuranit, që ka të fitojmë shëfatin e Kuranit në vorë dhe në ditin ahiret, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah shpërbleft hoxhën për ka këshilla, edhe në emrin tim dhe në emër të këshillit xhamizit dhe juve si xhamat, falenderojmë hoxhallarët, hoxhën e nderuar dhe referentin e nderuar për prezencën e tyre. Tash do të bëjmë shpërndarjen e certifikateve. Zoti shpërbleft inshallah dhe hoxhën e nderuar dhe hoxhën Rasim, mualimin për kontributin e dhënë, ashtu prasi që e ceku edhe hoxha, tash do të bëhet edhe shpërndarja e certifikateve të nxënësve. Le të paraqitet tash Adis Baftjari të merr certifikatën. Dilara Gjemaili, Mirsad Dauti, Yusra Ademi, Amina Shabani, Medina Jakupi, Sumeja Memedovska, kjo e ka kry shkallën e ditë. Ermir Aliu, Benisa Dauti, Sara Azizi, Ajla Meshanović, Nerieta Daili, Gjihan Shabani,
Melek Dauti, Anifa Skenderovska, Selda Dauti, Behare Ademi, Mirsat Meshanovic, Besir Ayredini, Kanita Ibrahimi, Atullah Akia, Adelina Skenderi, si dhe Abdullah Akia, edhe kjo është për shkallën e dytë. Dhe në fund një mirënjohje për kontributin e dhënë për mualimin, o dhënë Hoxha. Një foto të përbashkët me hoxhallarët, edhe kryetarin e komunës. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل محمد اللهم آمين 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 والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا ثقتي إلا بالله وما توكلي ولا اعتمادي إلا على الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المخطئة بتقوى الله عز وجل وأحثكم على طاعته واتباع نبيه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم في أقوالكم وأفعالكم وأحوالكم وأذكركم بقول الله عز وجل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول الله عز وجل أيضا بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق رسول الله فيما قال أو كما قال عباد الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر واشكروه تعالى وهو الذي وعد المزيد لمن شكر عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عميم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون Kur bota ishte zhytur në errësirën e së keqes e njerëzit ishin bërë armiq të vetvetes ti erdhe plot mëshirë ku do tregove ti e ktheve botën në të mirë e zemrat na I bashkove معلم تي محمد صلى الله عليه وسلم محمد erdhe shpatim për ne ti محمد صلى الله عليه وسلم محمد erdhe shpatim për ne na mësove këtë fe ya habibi ya Muhammad ya shafi'i